bashkë për rastin e Shqipërisë, sepse ishte një studim që ishte bërë edhe për vendet e tjera të Ballkanit, por nëse studiojmë në lidhje me Shqipërinë, emëruesi i përbashkët është rilinja, keqeverisja 12 viteve. Pagat nuk janë rrit, mundësia punësimit, e vetja mundësi punësimit është administrata e shtetit, e cila rritet ndërkohë që popullsia zvogëlohet, i vetmi vend në botë mundësisht, dhe e treta është mungesja për rritje karriere, sepse përballë saj është karriera e patronazhistit, e cila është natu prej 12 vitesh. Pra, mund të shpecën karrierën nëse ke një patronazhim të mirë. Nëse ju kujtohet, e fillojmë që me aktivistin dhe sot vazhdon patronazhimi deri në nivele diplomatike për votën e diasporës. Në një sistem të tillë, patjetër që njëri e ka shumë të vështirë me ça. E ka shumë vështirë vetëm në rastin kur përshtatesh pra me partinë pushtet, mundesh me avancu. Dhe sot është bërë një lehtësi e madhe për të emigruar, jo vetëm që për liberalizimit vizave, por edhe një eti që kanë vendet e Bashkimit Evropian për krah punët, për trunin qoftë Shqipërisë apo të vendeve tjera të Ballkanit, të cilat vujnë nga këto probleme që përmendëm, por rasti shqiptar është shumë specifik. Si mund të ndalohet? Mund të ndalohet nëse ne pra minojmë këto tre burime të këtij shpopullimit. Pagat e ulta, Partia Demokratike ka kompliku që të vjen ndesh edhe juve. Po. Shkodra kanë vizituar edhe në momentet që ta nisim, Shkodra është një qytet universitar. Dhe Shkodrën e kanë vizituar edhe kohë më parë, por e kanë vizituar edhe para një muaj. Ndryshimi i cili para 10-12 vitesh në krahasim me 3 muaj më parë, ishte një ndryshim shumë i madh. Në rrugë nuk shihja asnjë të ri, universitetet ishin bosh, pjesa e konvikteve bosh, banesat bosh, pra duke sikur ky qytet po shndërrohet në një qytet të shkret, pak ka pak. Ky qytet po kthehet një qytet Airbnb. Do të thënë vetmet investimet që bëhen janë blen shtëpia për turistat, sepse shqiptarë ose shkodrani ka të pamujtur me ndërtu të ardhmen në Shkodër. Unë kam bërë një studim para një viti të gjys, por vazhdojmë tek e njëjta situatë ekonomike politike. Nëse krahasojmë pra logjikat e emigracionit nga viti 91 deri në vitin 2023 kur e kam bërë studimin, kam bërë 200 orë telefonata me njerëz që kanë emigruar në kohë të ndryshme, nëse në fillimin e viteve 90 njerëzit emigronin për të përmirësuar jetën e tyre, sot njerëzit emigrojnë nga Shqipëria sepse kanë të pamujtur me ndërtu të ardhmen në këtë vend. Siç e thatë edhe ju, rrugët janë shkreta, rrugët popullohen vetëm në fund të vitit që kthehen shqiptarët që ne i llogarisim si turista, ose në periudhën e verës ku ka turista, por pjesa e madhe e tyre është edhe shqiptarë që ne kemi detyruar me emigruar, të cilët kthehen në vendin e tyre me taku praktikisht print edhe ato të afërm që kanë met, ose është si një pikë bashkimit. Pra, në këtë sens, ka një arsye për çfarë noll ky shpopullim. Nuk është e lehtë emigrimi. Unë e kam provu vetë emigrimin në Francë si student, por kam ndajtur edhe me shumë njerëz që kanë emigruar jashtë, është sepse është kthyer pa mujtur të ndërtuar ardhmën në Shqipëri. Por a ka një antidot Partia Demokratike për të prezantuar të rinjve? Sigurisht. Atëherë, një në arsyet të shpopullimit ose pa mundësisë, edhe ky është një studim që çiftet nuk bëjnë fëmijë, pra, se është një në arsyet e shpopullimit ose zvogëlimit të popullsisë edhe në dekadat që vijnë, është mungesa sigurisë juridike, është mungesa mundësive ekonomike, arsimi dhe shëndetësia. Dhe për të katër këta pika, Partia Demokratike ka propozime konkrete. Për çështjen e arsimit, pra, do të rishikohet dhe të rikonceptohet komplet arsimi në lidhje me kurrikulat dhe pagat e mësuesave, dhe po ashtu edhe shëndetësia për uljen e pagave e kostove të shërbimit dhe rritjen e pagave të mjekësisë. Pagës të mjekëve. Për sa i përket mundësisë për me ndërtu të ardhmen këtu është zero euro taksa për cilin do që kthehet nga diaspora për të ndërtu biznese apo për të kriju jetën në Shqipëri. Është e para. E dyta, për lehtësinë e krijimit familjes, është fëmia i tretë do të jetë me kosto zero deri në moshën 27 vjeçë. Pra, këto janë disa sinjale pozitive që familjen Partia Demokratike, programi i Partisë Demokratike ka në qendër të saj, dhe së dyti interesin që ka për diasporën shqiptare. Mos të harrojmë që diaspora shqiptare është e harruar prej 12 vitesh totalisht. I vetmi moment që ambasada, diplomacia shqiptare kujtohet për diasporën shqiptare, ka kanë kjo pjesa e regjistrimit të votës diasporës, ku janë kthyer si celula të patronazhimit, po për
Për gjatë